Përshëndetje. Në këtë video sot do ju tregoj një përvojë të çuditshme që shumicën besoj se s'ka për ta besuar, po kjo është shumë e vërtetë. Dhe kështu fillon të kjo. Unë po bëja normalisht si për herë, si ju kam shpjeguar në videot e tjera, që unë e fuz vendjen në gjendje sa më të mirë, sa të ke mundësi, edhe mas që ndjej vetëm mirë pastaj, unë i futem me meditimit, që ngre vetën edhe ma mirë. Në këtë moment, në këtë përvoje, unë po praktikoja shumë meditime, brenda ditës, çdo ditë, për ja 4-5 ditë, edhe isha një gjend shumë frekuence, pak poshtë nalt, se po zbatoja, edhe unë s'dija që s'bëja mirë fare në atë kohë, po ja kisha marrë dorën pak a shumë. Që kështu unë i kisha fut ato binaural beats, që ishte për përvoja unë nga dreka, ushtriva unë aty ke krevati, edhe për praktikoja, se kisha kohë, isha dhe vetëm shpi, edhe e kam i këtë qenin këtu, ky mullet sa herë ke krevati mu, normalisht, ky më rinë mrapa mu, ditën natë, nuk për shpun, ky shef punën e vetë. A këpton, shi vetë, për qef. Po, edhe ky ka i me 15 vjet i ka ba. Kjo ndodhi para 2 vjetëve, ku kishe 13 ky. Edhe në atë kohë ky qeni, mu s'mun mu. U dopsu, e maj men kurizi, ju shtrëmu, ju bakshu, rinte si shtremët, ku hecte. Unë u zemrova shumë. Po s'dija që të baja. Nuk dija, kisha qef të ashëroja, po a këpton, se besoja mi që e baja. Gjëra këshu, a këpton. Se kje po ndodhi me këshu live. Edhe kur dilja me qenin non, a i me zihecte, sidomos të 2 mujtë e funit para kësajt përvojës, edhe njerëzit që përshifshin ke parku, ose me në event tjetër përshifshin kështu si të smut, më poshë mu nuk është mirë qeniot, i di e thoja unë. Edhe kisha shumë e ndjej vetën jo dhe aq mirë, se kjo është si fëmija jot, po thoja, kapton, kjo është shoku jot i ngushtë. Edhe me shoku u smun, u plak, edhe i ka ardhë koha, a kapton. Po unë prap, zdoja mrena për mrena, a kupton? Po nese, këtë dite ku isha në shtëpi në dreke, duke praktikuar këtë gjendjen qetësuese me këto binaural beats, që ju kam fut kjo video, ke zoti madh. Merrni te videon, ta keni telefon për herë me ngju, që s'keni nevojë të shkoni disa herë aty në video, po patët mundësi me ban në i farë downloadi, ose kështu, që kam shpjegu ka e video që shmund të bash, që të punoj edhe pa internet. Duke praktiku ma te, una doja një experience jashtë nga trupi, po nuk po mundesha, unë isha sigurisht e sigur s'po bash. A këpton, nuk pështrisha, po provoja, po nuk po bashe. Po shkoj pak, po provoja pak, nuk po bashe. Po shova prap, edhe provova prapani, edhe brenda ke 20 minutat, e kisha qenë aty afër ke kamët, ishe njitën mu ke kam të mija, ku isha shtrion ke krevati, ishe ven mija të ishe krevat dopje, edhe mrena ke 20 minuta, si ku minje, po futësha mirë una, edhe si ku minë ku menja ke qeni mu i me, a këptan, ku mëna për qenin që dëshpërova. Që kështu që shtja baj, aty ku isha, si ku mërdi kjo vedije me që
A kupton? Ki e i zoti këtu, po e deshit i diçka, ajo do bëhet, sidomos me i tjetër, për shembull, që mund ta ndihmosh, mund ta shërosh, po e deshi dhe ai shumë, sa do ti. Që shumë kisha qaj 2 muaj me qenin, e puthja, e baja, që ishte e bajun pa ty, se për nija që do më vdiste, do më gorfë, a kupton? Ishe shumë i zëmrum, shumë mrena për mrena, për këtë gjendje, për këtë punë. Edhe, ndaj si isha shtri unë, i kisha të energjin pak martë madhe nga ato 20 minutat, edhe merdi një si pak shu që, si mendje që, okej, thash, i madhi Zot, ma tërgoj me, thash, në këshu, si pak me nerva, që po m'dalin këto, pak si këshu, edhe pak këshu ime, edhe si me hajnë, unë po bajt shmosi me, që t'arri shpi, që t'komunikojmë, që t'zbuloj ma shumë, e këso dhe gjërash, kjo s'po bati me, ku merdi menja që ti me atë komandimin, që unë e kisha zbulu, që mund të komandosh, bëtë çfarë dush pije i Zoti, ti e ke ndorë këtë botën tu, ne kemi ndorë këtë botën tu, ne jemi e Zoti, edhe ti e vendos ashtu bëhet, a kupton? Edhe unë e kisha, po thuj, gjendjen si ajo femra Teuta që e bëra unë, që ju tregova eksperiencën e sajt, ku i lutaj azu Zotit, më trego ose do vdes fare, edhe i doli angeli asajt, edhe një vetëm fantastike se mori energjinë e mirë të angelit, po i doli angeli prezent, ajo fuqia, ajo që kishte ajo besimi që ka diçka, a kupton, ba diçka, edhe unë të njëjtin besim e kisha, në atë moment, më erdhja që, oke, edhe unë dhe përvoj, po si shë e sigur që do bash, prap, a kupton, se kam përvu në jerë, se besoja, po i me, s'kisha mënyrë tjetër, po mikën shoku maj mirë në botë, që këshu unë kisha të dhime në vërna që edhe unë me të tregoj me ti që unë jam ai Zoti, ja kupton? Edhe nga ajo vullneti, po m'diqën dhe lot nga sy, edhe nga që isha meditative, sikur isha të misionet shumë të nalta, nga që isha dhe si pak si dëshpërun për qenin, që, a kupton, të tregoj me ti që jam unë dhe sikur për dridesha pak, që jam ai Zoti, unë, që po thonë ju, unë komandoj me që të shëroj qenin tim. E një ti, si pak shu, a kupton, me fuqi. Edhe ku e thashëm të pjallën, doli moja, zzz. E kisha dorën ke qenin atë kohën, aty e futa të afër, si që afër kanë të mija. E kapon aty të mrapa, ke kurizja aty. Zzz, doli një elektricitet. Unë isha kështu si shtrisë, me lot në sy, a kupton, me shumë vullnet. A kupton, po paja kështu, vup, e kapi atë elektriciteti atë. Qenin tim, vrup, u quaj, ke kërvat e ty, edhe unë me, u qudita edhe unë qova, a këtonë, qau bakshu, shifën qenin tim, e që shik të i? U batë shumë një rime, e shifën kurizin drejt, thash, qau ba, thash, e se kënaj që mi ishte i po të regon, dhe shifën, shifë që bajon, e i për para, sa minutave me zilun të vla, unë të ngryja ke kërvati atë, ishte plak fare vla. E që shë banën me këte, vitë të vërdalë, unë shmejnë e fare, ta që pëndot, e koptova unë që u ba. Po prap, do pak këshuaj me u logjiku, qyshe vla. Unë e di që banë, pas ma merë me që dhe baja unë. E banare. E banë aty për aty. U shëru qeni, se di që shu ba. Nuk e koptoj fare, e kapja jo, brrr, unë ndiva të elektrisiteti nga dora ime. Si ku ma pruni, diçka nga mrejna që më difmoj nga mrapa. Edhe qeni e kishtë atë kurizin shtremti me, po e dion e kocka mrapa, që ishu drejtsua shuaja për 1-2 sekonda. Pam! Edhe ky po vinte vërdalli me aq që knajshëm, qeni ishte aq që i kështu si gëzushëm, si kur... do dalim, bëjmë qetë, hajde dalim, ishte kështu, a kupton? U basi qunjërije, u qmena fare. Ja, ku e kam me? A ba 15 me, ka shku 2 vjetë, asë si gjatë se ka gjetë që dite. E di që shështë apo jo? Për qef, po du si kur i hoqja 10-15 vjetë, ku e di unë, u ba qunë njëri. E kam këshu ime për qef. Ma mirë se kur për para, edhe në këtë mosh.
Që kështu, po i them gjithë gjërat bëhen, edhe mos i ngjoni to që s'bahen, provojeni vetë, s'jam vetëm unë, janë dhe tjerë që keni ngju vetë. Që kështu me është kollajke me logjiku. Dini bani. Bahet, apo kur bahet, mos u mërzit do bahet. Na je du ta besosh kështu, se s'ke gjë tjetër vëlla, s'ke ndryshe. Kur vinë atë rast, ne atëherë besojmë ne. Po ta dimë që kjo mund bahet edhe ku jemi të vetëdijshëm, s'kemi nevojë të shkojmë deri në atë rast për ta ba. E duke komunikuar me botën tjetër, ta futesh vendi në gjendje kështu, mirë, që të bëhen këto gjërat. Se ti je vendos. Ju uroj një ditë gjithashtu të bukur edhe shihemi në video tjetër. Mirupafshim.